Dëgjoj disa plej që thonë që kur theret kurbanit të hapet një grop që të bjerë i gjaku atje dhe çdo gjë tjetër e kurbanit duhet hidhet në të. Gjithashtu thonë që duhet i lidhen syt. Nëse kjo bëhet për efekt pastërtie dhe higjiene, për shembull, hapin një grop diku, edhe e therin aty që gjaku të bin grop, edhe për shembull pjesët që nuk konsumohen, i hedhin tek ajo gropa që mos krijohet erë e keqe, nuk ka problem fetarisht. Ama të besohet se duhet hap grop që gjaku të bjerë ke gropa, se mos bën me shkel njerëzit, apo ai muhabeti i TikTokut, gjakun e kurbanit nuk e pin tokë, arrim muhabet e kështu, të pastaj kalojnë në besytni gjëra që feja e Zotit nuk i pranon dhe nuk i njeh. Po për lidhjen e syve s'kan në fen tonë një argument që lidhen syt e kurbanit. Askund nuk e gjen të shkruar këtë gjë që i lidhen syt kurbanit. S'ekziston.